Sot, Ramaduro del para medjave dhe nuk guxon asnjë gazetar, asnjë gazetare t'i bëj pyetjen më të vogël për Lubin, për tunelin e Llogaras, për vjedhjet të mërshme që u kanë bërë shqiptarëve. Për ta diferencuar dhe Ambrosias i ka hequr akreditimin apo vizën dhe nuk e lejojnë të hyjë si përfaqësuese e televizionit armik në konferencat e shtypit të tij. Në të gjithë historinë e konferencave të shtypit këtij vendi në 32 vite, kjo është konferenca më e turpshme